Dhe e pashëndetshmja, do shta se po tani debat me një person që erë për konsult, më tha, qëre tha, ti po thu më hungër mozën e lopës, mozën për qumshtit lopës, tha po, ajo bre tha, ojka që blejet market, tha, në gjendje me hungër një kof, 400 mg me një buk barë. Tha e këto, tha nuk muj bre me hungër, tha s'muj, pse, s'muj tha me hungër, as 2-3 lukë s'muj me hungër. Edhe realisht përgjigja është kjo, edhe për ato, po edhe për shumë tjerë që me të vërtet e bojnë këto, edhe jo vetëm për ojken, po për të gjitha produktet që normal janë të industriale dhe ato bio, po. Pse s'mundesh me hongër për shkak një kof ojk të prej qumshit lopës e mundesh me hongër tjetër, për arsye se, për shembull, ajo nuk është yndyra e duhur për trupin. Edhe ti jetë hongër trupi kërkon prapë, se kërkon yndyrën që i vyn. E kërkon yndyrën që pi vyn, edhe ai lejon me